Gjesti firmos me CGM Management, një kapitull i ri nis për artistin premtues. CGM Management ka zyrtarizuar bashkëpunimin me njërin prej emrave më të përfolur të momentit, Gjesti, fituesin e Big Brother VIP Albania 4 dhe një nga figurat më të spikatura që ka prodhuar ky format në të dy anët e kufirit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, labeli konfirmoi se Gjesti është tashmë pjesë e familjes së tyre artistike, duke sinjalizuar një hap të madh në karrierën e tij. Me një identitet të veçantë artistik, një karizëm që tërheq vëmendjen dhe një rrugtim të mbushur me sfida, Gjesti duket i gatshëm të kalojë nga një fenomen televiziv në një forcë të re në industrinë e muzikës. Jemi shumë të lumtur ta mirëpresim në ekipin ton, u shpreh CGM Management, duke lënë të kuptohet se projektet e para muzikore do të vinë shumë shpejt. Kjo kontratë vjen si rezultat i punës së palodhur të Gjestit, i cili ka kaluar jo pak vështirësi në jetë. Ai ka treguar një përkushtim të jashtëzakonshëm, jo vetëm në rrugën e tij artistike, por edhe në jetën personale. I rritur në kushte jo të lehta, Gjesti e ka parë skenën si një shpresë, si një derë që mund të çonte drejt një të ardhmeje më të mirë, jo vetëm për veten, por edhe për familjen që ai e do dhe e respekton pafund. Pjesëmarrja e tij në dy Big Brother VIP, fillimisht në Kosovë, gjithashtu edhe në Shqipëri ku edhe doli fitues, i dha atij jehonën që meritonte dhe hapi rrugën për mundësi të reja. Me këtë kontrat, ai më në fund e ka përjetuar ndjesinë të qenurit Dikushi, një njeri që i sjell gëzim dhe krenari i familjes së tij, dhe që më në fund ka mundësinë të plotësojë dëshirat atyre që kanë qëndruar pranë tij në çdo hap. Përveç kontratës me CGM, pritet me interes edhe publikimi i një këngë të re në bashkëpunim me Eglin, me të cilën ndau emocione të forta gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP. Ky projekt, i cili po përgatitet me kujdes, pritet të prek zemrat e publikut dhe të tregojë një anë tjetër, më të ndjeshme dhe të vërtet të dyshes. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!